tani dua që Klevisi të imitoj Rilindën me zërin e saj të ëmbël, se kot nuk e ka marrë të titullin e vetë këngëtarja më e ëmbël përmetare, dhe e kundërta Rilinda do imitoj Klevisin në nga këto performancat tuaja. Jo, në performanca ka diçka që Rilinda e ka një komunikim shumë statik, do me thënë nuk ka një pikë ku mund të imitosh, sepse është, le të themi, një këngëtare që është shumë në kornizat e sakta. Ti zërin edhe... Kjo, do me thënë, po të them vetëm qikë në prova ku Klevisi vonohet. O Klevis, ku je Klevis? Klevis po të thot për të kënduar. Për të kënduar. Për të kënduar... O në mëngjes pa, këthira mira, do takonim me barinë. Lëre, e vazhdo Rilinda. Ato po këndë të gjatë. Ta forcoj ta trash pak zërin. Te pelena generale. Nuk e di mirë. Patos. Edhe po më shu trupin. Po se tha e ka këtu. Ka qa bën, i del këtu.